është biznes. Si çdo biznes tjetër, si Facebooku, si Instagrami, si WhatsAppi. Në momentin që interesat për të kapur një audiencë, interesat e platformës për të kapur një audiencë, prevalojnë mbi interesat e shoqërisë dhe platforma lejon çdo lloj kontenti që të tërheqë vëmendjen dhe që ky publik me çdo lloj kontenti jo etik të jetë kryefjala e vëmendjes, atëherë këtu jemi përtej të mirës që bën një rrjet social. Kështu që në këtë pikë, u mendoj që kanë marrë masat e duhura për ta mbyllur, nuk mund të edhe një gjë tjetër, në një shoqëri, prandaj ekzistojnë ligjet dhe prandaj ekziston principi i shkak-pasojës. Se po të ishte puna që shtetet do funksiononin vetëm në edukat, nuk do ekzistonin dënimet, burgjet, domethënë sistemi i drejtësisë. Sepse siç e dim, të gjithë sistemet shoqërore kanë një tendencë që nëse nuk ka rregulla shtrënguese dhe masa, pra një shkak-pasojë, shoqëri ka një tendencë të degenerojnë. Kështu që janë rregullat ato që na bajnë. Duke mos patur një rregull për platformat, jemi në situatën që jemi. Mirë,